që këtë vit kemi vërejtur realisht ndikimin e drejt për drejt të diversifikimit portofolit gjenerus. Pra kemi rreth 600 MW kapacitetet të reja të shtuara në sektor, vetëm brenda këtij viti, pra nga muaj tetori vitit kaluar deri më sot. Neve kemi rreth 600 MW të cilat janë në teknologji fotovoltaike dhe që kanë ndihmuar të gjithë në tërësi të gjithë sistemin për të bërë të mundur furnizimin gjatë periudhës 7 vitit, që është periudha e verës. Teknologjia fotovoltaike është antagoniste me atë hidrike, pra përputhen shumë mirë me njëra tjetrën. Energjia fotovoltaike ka nevojë që të shërbehet, sepse ne marrim atë dhe vjelim vetëm gjatë orëve të diellit, kështu që duhet plotësohet edhe në orët e pikut, pra e gjithë ky miks i ri, edhe që kemi patur një verë të thatë. Po e para dhe mbi të gjitha, ne nuk e kemi ndjerë që kemi pasur një verë të thatë në aspektin e furnizimit. Pra, kjo ka qenë e garantuar, pra nuk kemi pasur efekte. E dyta, që është pak më e sistemit, që jo të gjithë e vëmre, është që patjetër i ka dhënë mundësit në keshit që nëpërmjet këtij diversifikimit të portofolit energjetik të bëj optimizime energjetike, pra të shfrytëzoj kaskadën vetëm atëherë kur kaskada është më e nevojshme, që kjo bëhet në momentin kur tregjet janë në pikun e tyre. Pra në ato orët e pikut, kryesisht keshi ka shfrytzuar kaskadën dhe ka është ekspozuar me importe apo edhe me blerje brenda vendit nëpërmjet bursës energjisë, vetëm në orët e diellit, me qëllim që të vjeli energjinë e prodhuar nga fotovoltaikët. Kjo gjithashtu duhet të them që ka nxitur dhe ka simuluar edhe përdorimin e bursës së energjisë Alpexit, e cila do të shohim deri në fund të vitit që ka volume të shtuar në krahasim me një vit më parë. Aurora, a ka sot në Shqipëri zona apo konsumator të cilët kanë probleme me energjinë elektrike, sidomos në orare të ngarkesës? Veriu i Shqipërisë është problem në furnizimin me energji elektrike. Në periudha caktuara të vitit? Periudha caktuara të vitit kryesisht në dimër, për shkak në periudha kur ka rritje të ngarkesës. Dhe kjo ndodh sepse nuk është investuar, madje mund të ketë zona që mund të kenë vite pa investuar në rrjet. Dhe prandaj unë insistoj gjithmonë që them investimi në rrjet që të mos preket rreki për konsumatorët. Që kusur ka dikush është në Tropoj, në Kukës apo në Dibër, të vuaj mungesën e energjisë. Absolutisht, më thënë, po nuk mundet që në 2025 mos kesh energji në Këtë përgjigje e jep zëvendësministri. Jo, nuk mundet, janë investime të cilat duhen bërë dhe këto para dalin nga diku. Kur merresh me ekonominë, Bruna, ti e di se si qarkullon ajo që ndarka që duhet. Dhe këto janë investime kolosale që duhen atë rrjet që nuk janë bërë në vite. Ndërkohë që bërja këtyre investime, eksakt, por ideja është e tillë. Do me thënë, aq sa edhe kanë shkuar në burg për mos pagesën e energjisë elektrike. Pra, qytetarët me të tyre dhe kërkojnë lek, kërkojnë energji në shtëpinë e tyre. Plus, dhe në pikpamjen ekonomike, energjia që mungon është energjia më e shtrenjtë. Do të thotë që garantimi i energjisë është kusht edhe për një jetë cilësore, por edhe për zhvillimin e ekonomisë, biznesit, zonave të gjitha. Kështu që në këtë drejtim ka zona. Ajo që unë do thosha është që mund ta kundërshtoj disi zëvendësministrin këtu që tha që ne kemi pasur një verë të thatë dhe nuk e dim si do jetë dimri. Tani keshi funksionon me skenare, zotin zëvendësministër. Do të thotë disa është kuota, disa është niveli fjersës, i Komanit, i Vallt të Dejës, bën një skenar, shumë mirë që kemi tani dhe diversifikim të prodhimit, do të thotë një energji shtesë, kemi një marrëveshje me Kekun që ne çojmë kur kemi bumin ton edhe marrim kur kemi deficit. Pra, besoj që një skenar i tillë duhet të ekzistojë. Absolutisht dhe ekziston. Patjetër që ekziston sepse keshi operon dhe ka një detyrim goxha të rëndësishëm në sektorin energjetik, ka detyrimin për shërbim publik dhe për të garantuar furnizimin e pandërprerët me energji të gjithë sistemit praktikisht. Dhe patjetër që keshi i ka projeksionet e saja
për prodhimin e pritshëm deri në fund vitit, por jo vetëm deri në fund vitit, dhe për vitin pasardhës, sepse projeksionet bëhen në afat shkurtër, që është viti pasardhës afat shkurtër, dhe në afat gjatë, në afat mesme deri në 3 vjet, dhe patjetër dhe në afat gjatë deri në 5 vite, bazuar edhe mbi kërkesën për konsum dhe të gjitha. Dhe patjetër që keshi e ka situatën qoftë financiare në këtë rast, sepse unë përmenda që situata hidrologjike ka qenë e papërshtatshme, por në aspektin financiar keshi është i përgatitur që të përgjigjet të gjithë nevojës që mund të lindë edhe për periudhën në vijim. Dhe kjo është e padiskutueshme, duhet të them që edhe një gjë tjetër që këto skenario vetëm që janë të parapërgatitur, por janë të parapërgatitur dhe me disa nivele risku, pra me risk të lartë, të mesëm dhe të ulët, dhe synohet që të mitigohen të gjitha pamundësitë e mundshme për furnizim deri në nivelin e riskut më të lartë. Zoti Kadiu, atëre, atë që tha Aurora, pikërisht duhet ta diskutojmë. Pse ka ende sot zona pa energji elektrike? Atëre, duhet të jap vetëm një sqarim. Pra, nuk është se kemi mos furnizim të pandërprerë. Pra, kemi ndërprerje të furnizimit. Në periudat caktuara. Në periudat të caktuara, patjetër, do të vazhdojmë, do të kemi ngjarjet atmosferike, ndryshimet klimaterike, pra do fusim këtu një shumë shkaqe të cilat do ta sjellin këtë, e sjellin edhe në vendet e tjera, jo vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri unë duhet të theksoj që dhe duhet të pohoj atë që Aurora tha, që në zonat rurale janë të karakterizuara nga rrjete të investuara tashmë te jetës, janë prej shumë kohësh, janë investuar prej shumë kohësh, para viteve 90 një pjesë, janë mirë mbajtur rregullisht, por sot mund të quajmë që janë edhe në limitet e jetës tyre funksionale, operacionale. Po pse nuk po ndërhyet? Patjetër që po ndërhyet. Po ndërhyet në mënyrë të vazhdueshme. Kemi indikatorë që e masin këtë. Kemi indikatorët e ndërprerjes së energjisë elektrike, të cilët zvoglohen vit pas viti, por duhet përmend edhe një indikator tjetër shumë të rëndësishëm, që është indikatori i humbjeve. Humbjet në rrjet shkaktohen edhe nga asetet e amortizuara, pra nga mosha e aseteve në shpërndarje. Dhe ne sot kemi pritshmëri që në vitin 2025 të mbyllim vitin me një nivel humbjesh rreth 1% më pak se vitin më parë, pra të zbresim për herë të parë nën 17% humbje në rrjetin e shpërndarjes. Dhe patjetër që kjo është një arritje dhe që tregon që edhe në rrjet investohet. Megjithatë, dhe për sa i përket rrjeteve, operatori i sistemit